Albin Kurti ka shkuar në punë sot si zakonisht, me ekspres, val brenda, i përcjell edhe nga 2-3 kerre tjera dhe rreth 10 truproje. Teftoftin e pritjes se taksive apo ecjen e këm nuk e ka përjetu as për parim Roma. Edhe kë, si zotni, pasi u arrëmbeu besimin pa bo kur gjë për dytën herë prishtinazëve, ka shkuar sot me mjetën ngjashëm në punë. Nuk ka pas të lashëm me transport kryetari kryeqytetas. Jo sa Osmani po ashtu nuk e di çka është me prit autobus. Që 5 vjet pakte nuk ka ecë në kom. Lagja ku jeton, bile nuk ka as linjë të autobusit, sepse ato jetojnë veç të posurit. Ata që nuk kanë haber, as ku pritet shtatçi, as ku pritet dhjetëshi. Ata që kanë kerre, jo çfarë do bile. As i ka të saj nuk kanë provu kur gjë nga këto hijeka, sepse ne i qojmë në shkollë me vetur. Tash, në shkolla private, se këtyre publike që këta erdhen me ndreq me 2021, po ju vjen era stërvin, që shtaj ke presidentja. A fëmijët ton të fukareve bën me mësun tu. Jena mësu, të hjekun, por me dinitet. As Lumir Abdigjiku, as Betej Hamza dhe familjet e tyre nuk e kanë pas këtë dercat. Ndryshe prej fëmijëve tonë që kanë ardhur pej Batllave në Prishtinë. E prej këtu nuk po din çush me mri në mshirë në shkollë, sepse autobus nuk ka. Një euro e bukës nuk mundet me mbulu taksin. Të paktën 60.000 qytetarë të Prishtinës jetojnë ndryshe prej kësaj klase politike. Janë mërdhisët, s'kan pas transport publik, s'kan pas për shkak të inateve të politikanëve, që me 28 dhjetor. Besojnë ose jo, kanë ftyrë me dal prap e me jau kërku votën. Ani pse lujnë me parat e tyre. Ata po nxehen me parët tona, a na po mërdhihemi. Çfarë paradoksi. Sidoqoftë jam shumë i lumtur me këtë që ka ndodhur sot. S'ka autobus, s'ka rruga për shoferë kondukter. Këta e meritojnë, po e meriton edhe secili, mjek, policë, ushtarë, çka do, që në një farë mënyrë është ndërlidhur me shtetin. Dilni prapë votoni zgjedhje me 28 dhjetor. Mobilizohuni me autobus bile. Rrokuni për partinë e kafe. A mo shpresoj që veç diçka bre merrni vesh më në fund, si PDK-ja, si VV-ja, si LDK-ja, si AAK-ja, janë të njëjta. Nuk ju shërbejnë juve qytetarëve, i shërbejnë grupeve të interesit. Kjo klasë politike nuk sjell hajër. Politika kërkon dinitet, jo në strim ndaj klaneve biznesore. Këta po punojnë për milionat, për kapitalin e tyre, jo për neve. Prandaj unë nuk i votoj. Shënjestër.net